Shqipëri, tek struktura, tek SPAK-u, tek BKH-ja? Para se të shkoj të denoncimi, ne kemi së bashku pra, më thënë këtu hymë pak në lojë edhe ne, sepse për disa ditë ne kemi vëzhguar ambientin, gazetarët tanë, të infiltruarit tanë këtë rallë, kanë tentuar të hynë në katin e 13, ku kishim sinjalizimin e saktë që është call centeri, duke patur parasysh që siguria ka qenë shumë e lartë, për shkak edhe të pranisë së një ambasade shumë të rëndësishme. Jo, ati është ambasada e Izraelit. Unë kam qenë një herë aty brenda dhe kontrolli është jashtëzakonisht i madh, domethënë nuk mund të hysh askund atje sepse të vjen të merr një punonjës, paraqet një dokument identifikimi, gjithçka është me kod në për ashensor, kështu që është praktikisht e pamundur për të hyrë në ashensorët atje. Atëherë, atë që sapo thatë ju, ajo i ka ndodhur edhe personave tanë të infiltruar. Pra, e njëjta gjë. Kanë kërkuar të marrin edhe shkallën për të zbritur, sepse janë gjitur në katin e 22 ose 23, është një lokal sipër. Kanë qëndruar për pak atje dhe në momentin që kanë marrë për të dalë nga shkallët, një person se ka dalë dhe i ka thënë do t'ju shoqëroj unë. Edhe lokali është me rezervim. I ka futur në ashensor dhe i ka zbritur poshtë. Në këto kushte, duke i diskutuar gjitha mundësit për të hyrë për të bërë ato blicet e famshme të lejeneve, është kaluar në planin B, bashkëpunimi me autoritetet. Dhe diskutimi ka qenë me këtë do të bëhet ky bashkëpunim. Nuk e di nga ndoshta njerëz të cilët jashtë medias e kanë udhëzuar Pelacën për SPAK-un dhe ka qenë ai që ma ka propozuar mua në këtë rast. Tha tekstualisht që preferoj të bëjmë këtë bashkëpunim me SPAK-un. Se më kanë thënë që është organi më i besueshëm në këtë vend. Atëherë, vonua pak sipas teje ndërhyrja? Të shkojmë pak mbrapa ndoshta të ndërhyrja, por